Mirëmbrëma, jam i nderuar që paraqis para jush listën e ekipit fitues Qarku Dibrës mbas vendimit të kryesisë së Partisë Socialiste. Kjo listë përbëhet nga 7 anëtar, ku të 7 janë nga rusë të fortë dhe premtojnë një rezultat shumë pozitiv në këtë qark. Nga të 7 kolegët që marrin pjesë në këtë listë, përveç meje, të 6 të tjerët garojnë për herë të parë në garën për të marrë një mandat fitues në qarkun e Dibrës. Lista përbëhet nga këta kolegë: Blendi Klosi, Alma Selami, e cila vjen në këtë garën ekonomiste dhe me i përvojë gjatë në drejtim Partisë Socialiste në zonën e Dibrës dhe po ashtu me eksperiencën e saj si kryetare aktuale e qarkut Dibrë. Pastaj sipas alfabetit po i lexoj kolegët: Murat Dani, student i sapo diplomuar në inxhinieri elektronike, paraqitet në këtë listë pas shprehjes vullnetit të tij në listën e platformës deputetit që duam dhe vjen pas një shkollimi të plot në një universitetet më të mira të Mbretërisë Bashkuar. Daniel Gjura vjen si ekonomist dhe ky nga eksperjenca e drejtimit të Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës, përvajson një nga djemtë të cilët për gjithë të kohë ka përvajsuar Partinë Socialiste në zonën e Dibrës. Valentina Haliti, mësuese pedagogji, vjen si përvajsuese një brezë të tërë socialistësh në zonën e Bashkisë Dibër, po ashtu ka pasur disa detyra të rëndësishme në këtë qark. Sot i afrohet kësaj liste si drejtore e shkollës mesme në qytetin e Dibrës. Agron Malaj vjen në listë si përvajsues i këtij qarku, por duke pasur një eksperiencë të jashtëzakonisht pozitive në drejtim të bashkisë së Burrelit dhe përvajsues i denjë i gjithë zonës Matit. Dhe sipas renditjes alfabetike në listë, Dritan Selishta, ekonomist, vjen në këtë listë si një prurje e re jo vetëm në listë, por edhe në strukturat e Partisë Socialiste, pasi më parë ka pasur pozicione në strukturat e opozitës së saj kohe, por është bashkuar ekipit tonë i cili premton dhe garon me synimin e qartë fitore në zgjedhjet në qarkun e Dibrës për të bashkuar ekipit superfitues Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit.